Të dashur miq, të pranishëm, në këtë nderim që i bëjmë njerëz prej datave më të shënuara në historinë e lirisë kombit shqiptar, 8 dhjetorit të vitit 1990. Të nderuar dhjetorisht, një përshëndetje shumë përzemërt ju, mirënjohje të pakufishme për ju dhe të gjithë shoqet, shokët tuaj, kudo që janë sot, çfarëdo që bëjnë, për rolin tuaj të jashtëzakonshëm që luajtët në dhjetor të vitit 90 në historinë e lirisë shqiptarëve. Të dashur deputet, të pranishëm, qytetarë dhe qytetare, kudo që jeni, një përshëndetje të përzemërt. Si sot, 35 vite më parë, me 8 dhjetor të vitit 1990, studentë të Universitetit të Tiranës dhe shkollave tjera të larta, të udhëhequr nga tribuni i lirisë Azem Hajdari, nisën protestat. Revolucionin demokratik, i cili si një uragan i vërtet në 3 ditë ndau epokat dhe vendosi në vendin më monist të planetit pluralizmin politik. Ndaj sot, mbarkombi shqiptar nderon 8 dhjetorin si datën më të rëndësishme gjeratë në historinë e lirisë së tij pas shpalljes së pavarësisë së vendit. Për shqiptarët në Shqipëri, 8 dhjetori i vitit 1990 është ditëlindja e lirive të tyre. Me 8 dhjetor të vitit 1990, studentët liberator, engjujt e demokracisë, siç do t'i thrisnin ata njerëzit më të shtypur të Europës, të udhëhequr nga prisi i tyre legjendar Azem Hajdari, u ngritën me guxim të jashtëzakonshëm në Tiranë, në lëvizjen studentore për të përmbysur diktaturën komuniste në të egër të kohës. Studentë të dhjetorit 90 ishin misionar të paepur, të pamposhtur, pararendës të një ndryshimi epokal në historinë e kombit dhe të vendit të tyre, të cilët që në protestën e parë shpallën si moto të revolucionit të tyre, liri, demokraci, Shqipëria si Europa. Të dashur miq, Azem Hajdari, tribuni i lirisë dhe studentë të dhjetorit ishin heroj të vërtet. Ishin heroj mbi heronjët, sepse ata dolën në rrugët e Tiranës të vetëm, të braktisur nga shqiptarët, të braktisur nga Europa, të braktisur në tërësi. Në atë dhjetor, të shumët ishin ata që në Europë, pas dështimit të kryengritjes paqësore të dy korrikut, mendonin se Shqipëria duhej dhe meritonte të mbetej Kuba e Adriatikut në kontinent. Por studentët në këtë vetmi guxuan, u përballen me regjimin komunist memonist dhe me represiv të kohës,
Regjimin që edhe ato ditë vriste dhe ekzekutonte në kufi, çdo javë, bashkëmoshatarët e tyre, madje dhe zvarriste barbarisht në rrugë dhe sheshte e qyteteve, Sarandë, Shkodër, Gjirokastër, Korçë, ku fomat e të rive, të bëra shosh nga breshritë e rojeve të kufirit, vetëm në mënyrë që askush të mos guxonte të ngrihej kundër atij regjimi. Studentët e dhjetorit ishin heroj, shkuar herojve, sepse në betejën e pabarabartë në regjimin që kishte vendosur para tyre tanket, mitrolozat, ushtri e hordhi, ata të vetëm, me armë të vetë me guximin e tyre, qëndruan të pamposhtur dhe fitur. Revolucioni demokratik që nisi me 8 dhjetor, me shpejtësi do të shndrohej në lëvizjen më të fuqishme paqësore në historinë e Shqipërisë dhe në një hark kohor të shkurtër prej 72 orësh, me mbështetje të fuqishme tashmë të intelektualëve dhe qytetarëve të Tiranës, do të ngadhjente mbi regjimin komunist dhe do të impononte atij pranimin e pluralizmit politik në Shqipëri e do themelonte partinë e parë opozitare të historinë e pas luftës, Partinë Demokratike të Shqipërisë. Të dashur miq, gjerë në mëngjesin e 8 dhjetorit të vitit 90, shqiptarët në Shqipëri përjetonin shtypjen e diktaturës më të egër, kurse shqiptarët në Kosovë, Maqedoni dhe Maltezi, Serbi jetonin në ndërpushtimin barbar serb dhe kishin mbetur kolonia e fundit në Europë. Viti 1990, gjerë në 8 dhjetor, ishte për shqiptar një vit i gjatë, një vit i tmerrshëm. Protestat e guximshme të qytetarëve të Shkodrës, të Kavajës, proteste e heshtura e Tiranës dhe kryengritja paqësore e dy korrikut e të rive që hynë në ambasada dhe që ndezën zemrat dhe shpresat e shqiptarëve u shtypen dhe zbashku me to edhe shpresat e shqiptarëve të topitur që ndani njëri me tjetrin frikën nga dhuna shtetërore dhe për typin në çdo kafshat varfrin, shumica e tyre mjerimin e vërtet. Ndaj mund thuhet se gjerë në 8 dhjetor, viti 1990 po mbyllej si një vit i shpresave të vrara, i dëshpërimit të thellë, një annum horribilis për shqiptarët në historinë e tyre. Por lëvizja studentore e dhjetorit 90, beteja paqësore e studentëve në rrugë dhe sheshet e këtij qyteti të bekur dhe në kryeqytetin e vendit, triumfi i tyre mbi diktaturën shndroi dhjetorin dhe vitin 1990 në vitin e mrekullisë të kombit shqiptar, annum mirabilis, hodhi themelet e lirisë dhe ndërtimit të shoqërisë së lirë në Shqipëri, të zëvendësimit të hiperkolektivizmit total me tregun e lirë, të daljes së vendit nga izolimi më i thellë, të hapjes dhe integrimit europian dhe euroatlantik të tij. Kjo lëvizje, çështjen kombëtare nga një çështje tradhtuar nga klika hoxhiste, e vendosin pjadestalin e merituar për zgjidhjen e saj. Idealet e rinisë studentore dhjetorit 1990 ishin dhe mbeten idealet më të larta, më fisnike, njerëzore dhe kombëtare të shqiptarëve. Këto ideale, energjia e tyre bëri shqiptarët më të lirë se kurrë, ju riktheu atyre dinjitetin e munguar njerëzor, vendosin në Shqipëri pluralizmin e vërtet politik, sistemin demokratik, antarësuar në Shqipëri në Këshillin e Europës, në NATO, i dhanë asaj propozimin për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian. Kosova u bë e pavarur, ndaj dhe 8 dhjetori vitit 1990 është dita e nderimit të lirisë dhe vlerave të saj nga marrë shqiptarët, e nderimit të veprës pavdekshme
të prisit legjendar të asaj Lvizja Azem Hajdari dhe studentëve liberator që me guximin e tyre në lartësinë e një legjende shkallmuan dyert të mbyllura të lirisë për shqiptarët. Azem Hajdari dhe studentët liberator do mbeten të pavdekshëm në panteonin e lirisë kombit shqiptar për gjithmonë. Azem ti je gjallë. Zonja dhe zotëri, sot